Gazetari Liri Mehmetaj më pas e çoi në prokurori atë që ai e quan në rastin korruptiv të ministrit në detyrë të bujqësisë Faton Pecit. Përmes një video në Facebook, Mehmetaj thotë se një kontratë e arritur nga ministri i bujqësisë me një kompani private të sapo formuar përmban shkelje ligjore dhe potencialisht dëmi financiar i buxhetit të shtetit mund të arrijë në vlerën e 60 milionë eurove. Sipas tij bëhet fjalë për marrëveshjen mes Ministrisë së Bujqësisë dhe kompanisë Lip KS&DT, e cila ka fituar të drejtën për shfrytëzim me qira të fabrikës për përpunimin e nënprodukteve shtazore. Që kjo mas meje është që ajo fabrika për përpunimin e mbetjeve shtazore që Faton Peci e ka nënshkruar një kontratë kriminale ku prej shtetit ja bërë një operatori privat në një kontratë e cila secilin ne e ka shkelje ligjore. E shpalosim kontratën pastaj, po veç po du me pa jo për çfarë hapësire bëhet po. Krejt që kjo fabrikë. Hapësira e pafundme për rreth. Gjithka, edhe anena, ktheje pak, edhe kjo pjesë. Që kjo është një kontratë publike, funksionalizimi i objektit për përpunimin e nënprodukteve shtazore. E arritun me 10 paret 2025. Befasi, kjo është kontratë e nënshkruar prej Faton Pecit edhe një kompanie private. Kom pa krime të ndryshme, që si niveli të krimit, ku secili rresht i kontratës është krim në vete, unë kur nuk kom pa. Kom e zbërthy krejt kontratën rresht për rresht dhe domi total është diku rreth 60 milionë euro. Pas akuzave të publikuara nga gazetari, reagoi Faton Peci përmes një postimi në Facebook. Ai bëri thirrje Mehmetajt që të zbulojë detaje për kontratën. Ministri ka kërkuar që Mehmetaj të sqarojë para prokurorisë dhe hetuesisë pretendimet që kanë ngritur, përfshirë edhe pojimet për ndonjë përfitim nga kompania Apetit, që sipas Mehmetajt lidhet me rastin në fjalë. Në reagimin që e ka titulluar "Sa më shumë që goditet krimi, aq më shumë po pall lirimi", Faton Peci shkruan: "Lirim, tregoj opinionit ku ke qenë i ftuar dia dhe për çka. Di lirim më. Zëdhënësi i krimit tregoi prokurorisë e hetuesisë se ku është në lidhja shtëpisë së presidentes me ministrin e bujqësisë dhe Faton Pecin. Dile trego se si ja pas kam ndërtuar unë shtëpinë. Jam kurioz me ditë. Trego lirim më ku janë paratë e operatorit ekonomik Apetit që i pas kam marrë unë. Di lirim më trego se si 10 vjet fabrika për përpunimin e mbetjeve shtazore nuk është funksionalizuar. Sa ka kushtuar, pse nuk është funksionalizuar dhe sa është dëmtuar buxheti i shtetit çdo vit. Vazhdo ti me tënden, a unë gjithë me temen, unë me godit krimin e ti vazhdo zanatën tënd."